Edhe të premtën në mramje masdite, vonë masdite, unë e kom pa një reagim gjikar prej deputetit, antarit të partisë politike Lëvizja Vetëvendosje. Disa miq ma kanë dërguar një reagim të tij, antarit Lëvizjes Vetëvendosje, deputetit Kuvendit të Kosovës, Enver Dugollit, i cili ka qenë po ashtu i mbjetum i masakrës në burgun e Dubravës. Edhe kemi fillu me u bogati, me u përgjigj, sepse reagimi aty ka qenë bajag i ashpër, sa i kërkon edhe intervenim të prokurorisë dhe mediat, mandej e marrin, mediat shumica e mediave e marrin për shkak se kritika po vjen prej një personit vetëvendosës dhe marrin dhe fillon mu bo shumë e madhe. Na fillojmë me u përgatit për me u përgjigj edhe me sqaru, mirë po situata qysh me thonë, radikalizohet shumë edhe fillojnë me ardhë sulme të pandërprejme, që për bindjen teme, edhe nëse s'kanë qenë të orkestrume paraprakisht prej ati momenti e tutje, jenë botë orkestrume. Edhe ka qenë një reagim shumë i furishëm i njerëzve. Do me thonë, vend që me pas nështë një reagim, s'ku marit me e kuptu, në vend që me pas një reagim, kështu me thonë, që kjo ekspozit shumë e mirë, po qëtu ka një pasaktësi që du një me evidentu. Nuk ka qenë ashtu, do me thonë, sulmet kanë qenë kështu, këto du të me e shkatru komplet këtë ekspozit. Që për mu u konë krejt e habitshme, sepse krejt qytetarë që e kanë pa, me qindra, nështë mira qytetarë që e kanë pa të martën, të mërkurën, të ejtën, të premtën, kanë qenë mandej të shokumë, se kanë thonë, heqja të saj ekspozite, nuk ju kontribon familjarëve të viktimave, të mbjetumve të tyne masakrave, nuk i kontribon kujtesës kolektive, edhe i konvenon veç atyne që e kanë kry këtë masakrë që i vjen shtetit Serbisë, forcave policore ushtarake Serbi Jugoslave. Qysh është e mundshme, do më thonë, mu bo një reagim kaq i madh, ty mos me ta prej kur qysh truni pse po ndodh. A menon që ka pas aty diçka? Do më thonë, çka u kon reagimi i deputetit saktësisht? Reagimi i deputetit u kon që në këtë masakër nuk janë 106 persona të vranë, po janë 116 persona të vranë, kjo u kon e para. E dyta u kon që nuk janë 58 civil të paarmatosur, e 48 civil të armatosur, se gjithë kanë qenë të paarmatosur, që është e vërtet, gjithë kanë qenë të paarmatosur. Edhe reagimi pjesa e tretë, pika e tretë e reagimit ka qenë që duhet të intervenojë prokuroria sa më parë. Mediat kontrolluar me kryesisht prej partive politike opozitare dhe antarë, partitë politike opozitare, antarë të organizatave jo qeveritare që janë të afërta me partitë politike opozitare, me ish regjimin kështu, kanë fillu një fushat kështu të ashpër, linquese. Qysh gjetën ata tokë fertile për me nxit keqat reagim qytetarë? Se ka pas pafund njerëz që kanë reagu, dhe më thonë, edhe unë s'misha me besu. Qysh është e mundshme, dhe më thonë? Çka këtu? Çka rrengu, çka gabimi, çka është problemi? Më është me nas qaru që Problemi të prezentimi i masakrës të burgut Dubravës? Qysh mujtën ata pini fjalie në ekspozit me fitu keqat për kraje për keqat reagim? Do me thonë ajo nëse s'kish pas kur farë baze, s'kishin mujt, ata diçka kanë gjetë ato. Po, nështë sepse fjalia u dasht me konë ma e qartë edhe me ngushtu hapsinën ose me zhdu krejt hapsinën e keq leximit ose keq kuptimit ose keq interpretimit eventual cilin ata kanë shfrytzuar për me lexojmë. Bile, për këtu për eftoj edhe regjin me në animu tash me pamje, që qytetarët me pa, unë e kam të printu me qushu dog baneri, po regjia më në tash me qitë komplet në kuadër, edhe me pa qytetarët qushu dog që kjo baneri për burgun e Dubravës. Qa dit në ekspozit, kur gjë s'pështeja s'pëheki, krejt mujnë me pa që në anën e majtë janë dhana statistikore që kalzojnë sa veta në vra, qëfar statusi kam pas, qëfar etnije. Në anën e djatë është titulli burgu i Dubravës edhe fillon teksti dhe unë po e lexoj krejt. Thot, më në 1923 maj 1999, në burgun e Dubravës në Istok, forcat sërbe vranë gjithsej 106 veta. 3 me 19 maj, 34 me 21 maj, 58 me 22 maj dhe 11 me 23 maj. Prej të vrarve, 48 figurojnë persona të armatosur shqiptar e 58 si civil të paarmatosur, 56 shqiptar, një ashkali dhe një bosnjak. Tashti, që tu është, dhe më thonë, reagimi ti kryesisht është bazu të fjalia prej të vrarve, 48 figurojnë persona të armatosur shqiptar.
Edhe që ky ka qenë reagimi. Por, nëse ti e para panos, ti e lexon krejt, besoj. Tash nëse e lexojmë Jo me krejt, undalsh aty. s'nalesh aty. Se nëse ndalesh aty tani Se- kesh interpretimi e kesh kuptimi yt ka me konë edhe më i Ti thellë. mundesh me gjetë çfarë do, në çdo tekst mundesh me gjetë një copë, një fjali edhe me nxjerr pi kontekstit. Po nëse e lexojmë, thot gazetari i Washington Post, Daniel Williams, vizitën e tij të dytë në burgun e Dubravës në majin 1999 e përshkruan. Këto janë fjalë tash të gazetarit të Washington Post. Thot autoritetet serbe i kthyn gazetarët prap pas 2 ditësh mas 2 sulmeve të tjera. Kësaj radhe, verzioni zyrtar se fajin prap e kishin bombat nuk përputhej me çka pan gazetarët në vendin e ngjarjes, ku ishin ekspozuar edhe 25 kufoma të tjera të shqiptarëve etnik. Kufomat ishin grumbulluar në korridorin e një klinike. Megjithatë, përveç shkatrimit të një menze të ushqimit, asnjë dëmtim i ri nga bombat nuk vërehi brenda burgut dhe asnjëri nga të sapo vdekurit nuk ishte shtyp, as nuk ishte prek nga pluhuri i betonit që mbulonte dyshemen e menzës. Pra, për mi sqaru se kjo është shumë ma e gjatë, do me thonë, kur kanë gju bomba NATO-ja, sërt e kanë shfrytzu rastin me vra Të burgosur burgosun, politik shqiptar. edhe i kanë thirrë gazetarët kanë thonë që ku janë 25 kufoma tjera që i ka myt NATO-ja. Edhe gazetari këtu po thot nuk ishte e vërtet sepse ata nuk kishin pluhur në trupat e tyre për shembull që ju ka ra godina për mi. Sepse nëse ishin myt me bombave, ata që ishin dashur me konkret djegun ose të pluhrosur prej rënojave që ju ka ra për mi myt. Dhe vazhdon, prap panoja, vazhdon tash me një citat të një personi që ka qenë aty. Naser Husaj, i burgosur politik në burgun e Dubravës, për New York Times, në atë kohë, thot se forcat serbe e përdorën bombardimin e NATO-s për t'u akmarrë ndaj burgosurve shqiptar dhe për ta prezantuar si krim të NATO-s. Po pra. Edhe citati i tij është nisën me i gjujt burgosunit me automatik. Gjujshin granata përtej mureve të burgut, e një automatik tjetër gjujke prej një bire në mur. 70 veta i patën vrarë. Vazhdon fotoja, para se me vazhdu fotoja është me bold, thot për këtë masakër deri më sot askush nuk u dënu, edhe në anën e majt është përshkrimi i fotos, çka kallëzon fotoja. Kur të lexon krejt që ta, ti nuk ki asnjë mundësi me keq kuptu këtu kërgjë. Këtu është shumë e qartë, ndash prej gazetarit ndërkombëtar, ndash prej dëshmitarit, që është shfrytzu bombardimi i NATO-s në burg, për me u vra njerëz që janë konë të burgosur dhe të parë. Edhe kë përmend shifra Naser Husaj, thotë 70 veta i patën vrarë, domethënë veç aty ku i ka Veç pa aty ai. ku i ka pa ai. Domethënë nuk janë 58 janë më shumë. E tash. Pse menon që ndodhi që kjo puna e reagimit? Se Enver Dugolli na e njohim, ai është një njerëz që edhe lexon edhe shkruan. Po, Qështu edhe është një mundur- imbjetum i Po. masakrës të Dubravës. Edhe do me thonë, ai ka mujt me lexu që lexova unë për publikun e këtij emisioni dhe me pa që po, nëse fjalia pas ka një farë problemi aty që prej të vrarëve 48 figurojnë persona të armatosur, kur të lexoj shkret e shet që ky qenë ka një gabim le të themi që s'është sqaruar mjaftueshëm çka ka dashur me thonë. Po. Ka zonë aty çka ke dashur me thonë. Po, Çka do me thonë kjo Nasta- figurojnë persona të armatosur shqiptar? figurojnë, do me thonë që nuk janë të armatosur, po figurojnë. Edhe tash kur e lexon krejt ekspozitën, jo veç një pano, kur i këshyr edhe 2-3 tjera, një para burgu Dubravës, një mrapa, ti ki me vrejt që çto dhana pi marrim krejt pi prezantojmë krejt në Izrael dhe pi marrim krejt prej fondit për drejtën humanitare. Sepse më fal. Sepse Fondi për drejtën humanitare është organizatë e cila e ka bërë një listë me krejt personat e vramë gjatë luftës së fundit në Kosovë 98-99. Ata bile shkojnë tutje i përfshin edhe vitin 2000. E tash, Kosova nuk ka listë tjetër. Kjo është lista e vetme që ekziston për të vramë. Kosova vetë, shteti i Kosovës, Instituti për krimet e luftës, i cili është themeluar në vitin 2009, u mshel në vitin 2019, nuk e ka bërë një listë të tillë. Instituti që është rithemelu tash në vitin 2023 për i qeverisë Kurti 2, që 2 vjet prap nuk e ka bërë një listë tillë, menaj që u kon shumë e domosdoshme me bërë një listë tillë, dhe është shumë urgjente sepse 27 vjet mas lufte mos me pas një listë tillë është shqetësuese. E lista kërkon një angazhim edhe një investim të jashtëzakonshëm, jo vetëm monetar, po edhe të ekspertizës. Për shembull, Bosnia-Hercegovina, ku unë kam jetu 2 vite gjatë studimeve për programin master për drejtat njerëzit në Sarajevo dhe në Bolonjë, në vitin 2005-2006 e ka përfundu procesin e regjistrimit krejt vramëve. Domethënë 10 vjet mas luftës, me 10 fish më shumë të vramë, se gati 100.000 vramë janë në luftën në Bosnjë-Hercegovinë 92-95, ata e kanë përfundu procesin e regjistrimit të vramëve. Kosova 27 vjet mas nuk e ka kryer ende.
Edhe tash, kur unë i kom bo prezentimin e masakrave në libër, po edhe në ekspozit, edhe tash në website, i cili do të përfundoj besoj në fund të muajit prill, mu ka dash me ju referu dikuj, një liste, një burim. Nuk muj për një masakër me marrë një burim, për një masakër tjetër një burim tjetër, për një tjetër kur s'ka burim heq me shku vetë një regjistru, se nuk është detyra jam. Unë kom bo kryesisht desk research, kom bo dhe field research, po nuk kom intervistu njerëz. Detyra jam u kon mi mbledh gazetat, mi mbledh raportet, mi mbledh dokumentet, mi mbledh librat, mi mbledh vendimet e gjykatave në Prishtinë, Beograd dhe në Hag, Tribunalin e Hagës të OKB-s, edhe me prezentu se cilën masakër, se ku ka ndodhur, kur ka ndodhur, qysh ka ndodhur, pse ka ndodhur, kush e ka kry, kur e ka kry, cili ka qenë motivi për me e kry, çka kanë thonë dëshmitarët, a ka pas denum për këto apo jo, nëse ka pas, ku janë denum, Prishtinë, Beograd, në Hag, fotografit me i prezentu, tekste fotografive dhe kështu me pas një pasqyrë të qartë për secilën masakër me danat relevante në 3 gjuhë shqip, serbisht dhe në anglisht. Kështu që këtu e pa krejt këtë situatë, kështu unë kam marrë në përfundimin që tu kështu lista, zgjidhja më e mirë për këto është me marrë listën e Fondit për Drejtën Humanitare, organizatë jo qeveritare me seli në Beograd, e me zyre dhe në Prishtinë, e cila udhëhiqej prej zonjës aktivistës së shumë me drejtave të njerëzit, zonjës Natasha Kandić. Edhe kur e kom marrë këtë listën, e kom pa që kjo listë është publike, është në website të organizatës Fondi për Drejtën Humanitare, është listë e publikuar para shumë viteve, është tash e kam botu dhe një listë re, janë 2 lista, lista e vjetër, lista e re, po të dyjat janë përmbajtjen e kanë të njëjtë ke pa edhe vetë. Veç kategorizimi. Kategorizimi dallon, po. Edhe tash se atje është te lista e vjetër është persona të armatosur, te lista e re është ushtar që është formacionet armatosur. Formacionet armatosur, oruzhane farmacie, edhe këtu është vojnici ose ushtar. Unë kom vendosur me marr listën e Fondit për Drejtën Humanitare të zonës Natasha Kandić, sepse është lista më e plotë, nuk është krejt e plotë. Është lista më e saktë, më gjithë përfshirë, se më e saktë që ka Kosova, po prapë nuk është e saktë krejtësisht 100%. Edhe është më kredibile se lista tjera që mund me konë, sepse ka lista për një masakër ose për disa masakrat, një komunë ose të një regioni, po kjo është më gjithë përfshirëse, më kredibile edhe më e saktë, po jo krejtësisht e saktë, edhe kështu do me thonë e kam marrë listën e Fondit, po kur ju kam referu listës së Fondit, është shumë e rëndësishme e thonë këto, në parathanje të librit, në faqe 12, e kom specifiku që në një paragraf, kom thonë që për me përpilu listën e masakrave në këtë libër, kom marrë për bazë listën e të vramëve nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Edhe pse burimi e tablum referencial, thëmë parathanin faqe 12, a i përmban pas saktësi lidhe me masakrat saktuara, nga që individ të masakruar figurojnë aty të regjistruar si persona të armatosur, ndonë se në momentin e vrasjes ishin civil të pa armatosur që nuk rezistu. Edhe tash te burgu i Dubravës, këtu janë 106 vramë. Do me thonë si pas listës të Fondit. Tash qysh i kategorizon Fondi? Thot 58 janë civil, 56 48 thot janë persona të armatosur në listën e vjetër, në listën e re thot ushtar. Edhe unë e kom shkru qysh është në listën e Fondit. Tash Enver Dugolli në librin e vet thot janë 116. Unë këtu në zyre kur e kom hartu tekstin para 1 viti e gjys për Dubravë, 2 viteve, më shumë se 2 vite ka, për shembull e kom taku një burgosur tjerë. Njëri prej tyre ka qenë Shaban Beka prej Valanit të Vushtrisë, i cili ka qenë i mbjetumi i masakrës Dubravës. Ai më ka thonë që nuk është as 106, as 116, po është 160. Sepse thot unë vetë me dorë tem në një fletore i kom shkru emrat e krejt të vranëve në burgun e Dubravës, po aja fletore thot ka hup mandej kur na kanë transferu mas hyrjes trupave të NATO-s prej Dubravës në Pozharevsk dhe në përburgjet tjera të Serbisë. Do unë s'më me marr as Enver Dugollin, as nuk më marr Shaban Bekën, po du të me marrë dikon që është ma gjithë përfshirëse, edhe që është institucion, sikur që është organizata jo qeveritare Fondi për Drejtën Humanitare, që udhëhiqet prej një aktivistet shumë me drejtave të njerit, sikur që është zonja Natasha Kandić.